për të vazhdu pastaj edhe me etapa tjera, sepse menaxhimi me Turinat nënkupton shumë çka. Mirë po ne kemi pas një gjendje tepër të rënduar sepse në rend të parë nuk kemi pas as kontinjer të mjaftueshëm, ku qytetarët do t'i hodhin mbeturinat e tyre. Them që problemi për të zgjidhur problemi me mbeturinat në radhë të parë do të krijon kushtet për qytetarët që ata të mund të sillen dinjitetshëm me mbeturinat. Përderisa ne nuk kemi pas kontinjer të mjaftueshëm, përderisa ne nuk kemi pas lokacione të mjaftueshme, përderisa ne nuk kemi pas mekanizëm të mjaftueshëm për bartjen e mbeturinave, përderisa ne nuk kemi pas mundësi t'i ofrojmë qytetarët çaj mbetjet e vëllimshme, mobiljet e ndryshme të cilat ai nuk i ka pas më të përdorshme të ketë ku t'i hull, përderisa ne nuk kemi kriju as kushte që edhe mbetjet ndërtimore, edhe nëse dikush e thën vetëm një mur i ndarës në shtëpi të ketë ku t'i hull, përderisa ne nuk kemi kriju as kushte që edhe mbetjet e kompostume të kenë ku të hudhen, atëherë natyrisht ne qytetarët ne kemi lënë në pamundësi për të sjellë dinjitetshëm me mbeturinat. Kështu që ne kemi filluar tash të zgjidhim këto probleme një nga një. Tani veç ka mbri kontingjenti i parë i kontinjerve, 366 kontinjer, prej gjithsej 1370 kontinjer, sa i kemi kontraktuar. 1370. Sa i kemi në Prishtinë për shembull dispozicion? Paramendojeni deri më tani kanë qenë maksimalisht 600 kontinjer të shpërndarë në krejt. Tash vinë më njëherë 1370. Ne tani do i kemi 1370, gjë që mendoj që akoma nuk janë të mjaftueshëm, nëse shkojmë në rritjen e lokacioneve sipas nevojave që i kemi, sepse unë do dua që shpejti çdo objekt kolektiv ta ketë lokacionin e vet për hudhjet e mbeturinave, që qytetarët mos kenë nevojë të bartin mbeturinat prej ndërtesës në një largësi prej 200-300 metra vetëm për t'i hudhur dikun. Kështu që kjo do jetë pastaj pjesë e etapës së dytë. Mirë po me rëndësi është që ne tani do kemi kontinjer mjaftueshëm, ne tani do e kemi edhe një operator ekonomik privat, i cili do përkujdeset për zonën qendër dhe do e ndihmojnë ndërmarrjen pastrimin në kryerjen e shërbimit, e që fatkeqësisht ata nuk ja kanë dalë me përpikshmëri me krye në nivelin e duhur. Pastaj ne tani edhe kemi investuar edhe në blerjen e kamionëve bartës të mbeturinave për ndërmarrjen pastrimi, është një procedurë e cila për momentin ka shkuar në USHP për trajtim, mirë po presim edhe aty që brenda një kohe të shkurtër ta kemi një zgjidhje. Kështu që po them për një kohë shumë të shkurtë kemi bërë 3 hapa të menjëhershëm. Kemi kontraktuar 1370 kontinjer të ri, kemi angazhuar do angazhojmë në fakt sepse proceduralisht akoma është në procedurë, po mendoj që brenda pak ditëve do jetë procesi i zgjidhur, do angazhojmë një operator ekonomik privat për grumbullimin e mbeturinave në zonën qendër të kryeqytetit dhe do i blejmë 10 kamion për ndërmarrjen publike pastrimi. Pastrimi. Po. A keni parë për këto? Po. Fatbarësisht kryeqyteti ka parat mjaftueshme. Duhet vetëm ato të shpenzojmë për nevojat e qytetarëve, sepse taksa qytetare nuk ka asnjë destinacion tjetër, ajo grumbullohet për t'u rikthyr pastaj qytetarëve prapë përmes shërbimeve të ndryshme. Ne përpunim diçka i këtyre mbeturinave? Po, ne do fillojmë kështu, do e bëjmë në etapa, në etapën e tretë, mendoj që të fillojmë pastaj me ndarjen e mbeturinave në burim. Mirë po tani për tani kemi idenë, ndërkohë kemi bërë edhe një aplikim për një hapësirë për 5 hektarëve, të cilën e kemi kërkuar prej agjencionit pyjeve ta vënë në dispozicion të kryeqytetit, sepse duam që ta bëjmë qendrën e parë për trajtimin e mbetjeve ndërtimore. Është një problematikë tetë e madhe që shkaktohet për momentin dhe nëse shohim në esencë të gjitha mbetjet ndërtimore përfundojnë diku në deponi ilegale, sepse asnjëra thuajse nuk. Ose rreth lumejve ose rreth lumenjve krijohen deponi ilegale, të cilat pastaj me një kosto shumë të lartë largohen. Mirë po, unë për momentin e kom bllokuar një proces të tillë, unë kom thënë që asnjë deponi ilegale nuk do e eliminoj përderisa ne nuk marrim garancion që ato nuk do rikrijohen përsëri. Do thotë kërkoj bashkëpunim edhe me inspekcionin, kërkoj bashkëpunim edhe me policinë, kërkoj bashkëpunim edhe me qytetarët, që në momentin kur ne ti eliminojmë deponitë ilegale, të cilat tani janë në shumë vende, po ato të mos na krijohen përsëri, sepse po harxojmë parë kot duke heqë deponi ilegale, e shumë më pak kushtueshëm, shumë më pak e kushtueshme do jetë nëse tani ne do e bëjmë një qendër për trajtimin e mbetjeve ndërtimore, sepse nga ato mund të riprodhojmë prap materiale pune për shtrimin e rrugëve. Është një zhavar i cili mund të ripërdoret prapë dhe pastaj e kemi këtë ekonominë qarkore dhe materialet nuk përfundojnë vend e pa vend, po do i kthehen pastaj prap
punëve për të cilat kemi nevojë. Ju kam dëgju dhe ju kam përcjell para disa vitesh ne kemi pas kriju do kontenier nëntoksor apo si janë quajtë edhe të kam dëgju, të kam përcjell që do t'ju bëni zgjidhje dhe atyne ose ju keni bërë zgjidhje këtyre ditëve? Jo marr që 3 javë rresht jemi marr fundjavëve me ta. Kanë qenë gjithsej 13 kontenier nëntoksor, të cilët janë bërë para ndoshta 2-13 viteve. E që fatkeqësisht për vite të tëra, për më shumë se 10 vite kanë qenë jo funksional dhe të varrosur me të gjitha mbeturinat të cilat kanë qenë me tonelata. Nuk është për kujdes askush, një kohë siç duket ndërmarrja pastrimi nuk e ka pas në dispozicion atë kamionin me hidraulik i cili ka bërë bartjen e atyre mbeturinave apo ngritjen e platove. Kështu që ne e kemi marrë tani për obligim, edhe në pak si me shaka, po them që na për një periudhë shumë të shkurtër, jo që nuk do lëmë më mbeturina në hapësirë, po do i nxjerrim edhe ato të cilat janë nën tokë. Nën tokë, si kemi varrosur se sa vjet. Dhe pastrojmë sepse për këto sipërfaqësorët as që do bëhet fjalë. Dhe këtash të gjitha kontiner nëntoksor do ja reaktivizojmë, do i bëjmë elektrik, kështu që do janë edhe më të përdorshëm. Natyrisht kamionet e cilët do e kryejnë shërbimin me këta kontinerët nëntoksor do kenë mundësi që në afat shumë më të shkurt me e bën nxjerrjen e tyre, zbrazjen e tyre dhe pastaj me vazhduar rrugën pa e pengu komunikacionin gjatë. Të kam dëgjuar edhe për qend Endacak. Një problem shumë i madh i yni që siç thot populli, knej edhe hym gjynah me ta. Knej edhe rrezikohemi prej tyre, edhe domethënë shumë e vërtet. Me patjetër që direkt e indirekt mund të përballemi edhe me ligjin në kontekst të sjelljes ndaj tyre e kështu me radhë. Shumë e vërtet, Prishtina ka një gjendje emergjente, përveç që ka pas gjendjen emergjente me mbeturinat, e ka edhe gjendjen emergjente me qenët e Endacak. Sipas disa statistikave që ne disponojmë, dikon mbredhin hapësirave publike të kryeqytetit më shumë se 3000 qenë. Kryetari Rama ka bërë kogjashëm në këtë drejtim që ta zbusë sadopak agresivitetin e qenë me Endacak. Ne thuajse të gjithë qenë që mbredhin rrugëve të Prishtinës i kemi të trajtuar, janë të sterilizuar, të kastruar, të vaksinuar. Pastaj vitin e kaluar kemi kriju me iniciativën e kryetarit Rama edhe 24 qendra ushqyese për qenë, sepse qenë nëse janë të ushqyer nuk demonstrojnë një agresivitet të theksuar. Mirë po nuk ka qenë mjaftueshme. Pastaj përmes asamblesë komunale me një vendim të kryetarit kemi vendosur që t'i subvencionojmë të gjithë ata që janë të gatshëm me adaptu një qenë, duke i subvencionuar me 50 euro në muaj për një qenë, duke shpresuar që ndoshta në përfshatra ku kanë hapësira më të mëdha do kenë interes që t'i marrin dikush 5, dikush 10, dikush 20 qenë edhe për një profit të tyre, po natyrisht edhe për të na ndihmuar neve në zgjidhjen e këtij problemi. Mirë po nuk kemi mri efektin e dëshiruar. Nuk ndezi kjo. Janë 200-300 qenë ndoshta që janë adaptuar deri me tani. Mirë po nuk ka funksionuar sa duhet. Dhe pastaj ka qenë një vendim tjetër të cilin e ka marrë prap kryetari Rama përmes asamblesë komunale që të ndajmë një hapësirë për 10 hektare për të ndërtuar strejmorën e kafshëve, e në radhë të parë për qenë. Ndërsa tani më jemi detyruar që ta krijojmë një qendër për evakuim emergjent të qendrëve. Këtë po e bëjmë në një hapësirë prej 8 hektarëve. Aty tani më veç e kemi ndërtuar qendrën e veterinarisë, i kemi blerë edhe pajisjet veterinare, janë kriju marrëdhënie pune me 2 veterinar, pritet që të inkuadrohet edhe veterinari i tretë. Jemi duke bërë tani rrethojën e këtyre 8 hektarëve. Do i bëjmë pastaj edhe kasollat të cilat janë të nevojshme, do e përshtasim edhe që të ketë higjenë sanitare të përshtatshme, që të ketë edhe pika ushqyese. Mirë po me këtë ne po mbërrim që po besoj maksimalisht deri në muajin shtator që ta zgjidhim problemin që e kemi me qenë Endacak. Problemi me qenë Endacak është i asaj natyre të një rrezikshmërie shumë të lartë, sepse po them qenë sot për sot i kemi gjithkund. I kemi në obor të qendrës së mjekësive familjare, i kemi në obor të QKMF-s, i kemi në obor të shkollave, i kemi në obor të qerdheve, i kemi para hyrjeve të banesave, i kemi në shesh, i kemi para bibliotekës, i kemi gjithkund, do thotë është një ekspozim kogja i lartë i rrezikut për gratë shtazana, për njerëzit e moshuar, për fëmijët e vegjël, e për shumë kënd. E kemi një imazh skajshmërisht të dëmtuar të kryeqytetit, sepse nëse
njerëzit nga jashtë vinë edhe i shohim, nuk na kuptojnë që në këtë kohë të kemi ende ka shumë qende ndacak. Ka edhe prej atyre që vinë që janë dashamirës të mëdhenj të qendeve dhe pastaj e kanë edhe në këtë aspektin human për brejnë që qysh një numër ka që i madh i qendeve me brejë dhe rrugëve të një kryeqyteti. Po them në aspektin human kemi telashe edhe të tjera sepse të gjithë këta qenë janë të pastret, të gjithë këta qenë janë jo të ushqyer përkundër faktit që i kemi 24 pika ushqyese. Të gjithë këta qenë jo ekspozohen edhe rreziqeve, qofshin prej automjeteve, qofshin prej njerëzve që tregojnë agresivitet. Kështu që po them e kemi shpall një gjendje emergjente për të kërkuar zgjidhje emergjente. Zgjidhja emergjente në këtë situatë emergjente ka qenë krijimi një qendre për evakuim emergjent të qendreve, e cila do jetë një qendër e përkohshme derisa të ndërtohet strejmorja, pastaj finale që mendohet të bëhet në një hapësirë prej 10 hektarëve. Përveç këtyre punëve të mira, në realitet edhe punësohen njerëz aty. Patjetër, do punësohen shumë njerëz, do ketë edhe vullnetarë, të cilët do jenë pastaj pjesë e një aktiviteti të përgjithshëm, dashamirës të kafshëve, të cilët mund vinë të vizitojnë, ata që janë